Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë ka shpallur bojkot 5 ditor të gjitha seancave gjyqësore penale duke nisur nga sot deri në 25 tetor në shenjë proteste ndaj arrestimit të avokatit Bajrami. Vendimi për pezullimin e pjesëmarrjes në gjykata prek edhe proceset në gjykatën kushtetuese me përjashtim të seancave që lidhen me masat e sigurisë. Ky reagim institucional vjen pas një përplasje verbale mes avokatit dhe prokurorit të çështjes gjatë një seance gjyqësore që lidhej me arrestimin e 14 personave në Elbasan më 13 tetor, disa prej të cilëve ishin të armatosur. Pas debatit, avokati u ndalua nga autoritetet, gjë që ka shkaktuar reagim të fortë nga komuniteti ligjor. Shoqata e Avokatëve Penalistë të Shqipërisë ka cilësuar ndalimin si të pajustifikueshëm dhe të rrezikshëm për pavarësinë e profesionit të avokatit. Sipas deklaratës zyrtare, avokati në fjalë kishte paralajmëruar prokurorin për një kazim penal duke akuzuar për manipulim të provave në dëm të klientit që ai përfaqësonte. Shoqata thekson se ky veprim është pjesë legjitime e ushtrimit të detyrës dhe se arrestimi përbën një shkelje të rëndë të drejtave kushtetuese dhe të konventës europiane për të drejtat e njerëzit. Kështu Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë ka vendosur që avokatët mos marrin pjesë në asnjë seancë gjyqësore gjatë periudhës së bojkotit, si formë proteste ndaj asaj që e konsideron cënim të pavarësisë profesionale dhe një precedent të rrezikshëm për sistemin e drejtësisë.